Vendosim që estetikisht e kemi qikë më bukur sot. Shiko, ka një problem. Ky në të vërtetë është Albano. Por ka po palestër. Por Albano nga mesi e poshtë gjithmonë kështu ka qenë. Se keni parë, se kemi parë, jo nuk e kemi parë. Eliona, si e, mirë? Mirë. Do një duar tërkitje? Po. Qoftë. Mua. Desha t'i thoja, nëse do duar tërkitje, këtheu pak shifa ndetë. Smlat, e humbët këtë rast. E mora dhe për parë. E do në bëjo? Po ti e femër më pothë. A, e the ti, hë? Po i vë që ti me ti. E gjenë për përshurë. Juli dhe Eliona, jeni aty për diçka tjetër. Ha. Ty gjithmonë të ka pëlqyer, Juli, që të punosh me Elionën. Sot është rasti, ti je një mjek, je doktor, laboratori, bën analiza, ndërkohë që Eliona është asistentja jote. Nëse keni fat, diku aty rrotull mund të keni një përparse në gjë. Nëse kemi fat. Quna. E po s'len qunat kemi këtu. Doktor. Hajde s'ka gjë ti asistente, se nuk më na intereson shumë për përparsen. Je më mirë me përparsen e kuqe që ke veshur. Mirë. Vazhdojmë. Kemi pritje sot? Po, kemi se s'kemi. Më ashu pak duart se i kam me mikrobe se e shumë. Andrea, ty ke sjell analizat, partje dhe jenë me rak. Disinfektojmë. Me e pa të? Faleminderit. Ja kështu. Mirë erdhe. Mirë, doktor. Unë kam sjell ato analizat para 2 ditëve, doktor. Ulu herë. Faleminderit. Ju vuani nga veshët? Se bëj shaka. Jo, më doktor, unë analizat kam. Keni sjell analizat e çfarë? Të urinës, doktor, para 2 ditë. Të urinës? Po. Më jep pak... Si nga dalë analizat ti? Një sekund, doktor. Kuj kemi analizat tu? Ja, kuj kemi direkt. Nëse, ja, se bëj gjejun analizat të shetë. Atëherë, këto janë analizat tuja. Atëherë, ti djalë? Po, doktor. Je Andrea, po jo? Po, të të shohem, doktor? Nuk ka ulu. Një sekund lutem se... Doktor? Po. Urdhëro. Kujdes. Më falë, a kene shqetësim ti djalë? Jo, doktor, shumë mirë. Të kruhet? Jo, asgjë. Flasë të kruhet... Atë kruhet trupja të shu, jo? Jo, mërë doktor, si gjë, si kokre mollës, po thashti benjër analizat. Apo për qef. Atëherë, unë nuk kam fare lajmet mira për ty djalosh, sepse juve keni një sëmundje që quhet muçnanizëm hipofizar. Ajde, sëmundje, ajde. Jeni muçnanizuar në mënyrë të hipofizuar. Po jo, doktor, qëfar është jo, doktor, se unë jam si kokre mollës, që i ke të le? Ti mua më vënë në dyshim profesionin ti mua? Të lutem, a? Më vënë në dyshim profesionin ti, vesh la push? Ha? Në qofse do... Jo. Më falë, ti vajzë, ditej. Ha? Ti më vënë mua, jo ty, falë. Jo. Ti më vënë mua në dyshim profesionin, dit për jashta, je me muçnanizëm hipofizar, për ndryshe, hec! Hajde, djali. Ku shkoj kjo, mërë? Hajde. Se marrë vesh, më. Këtu, doktor, këtu. Më ashu duar si dash dorën gjithfarloj... Ti ke për analiza dhe ke një parandjenjë jo të mirë sot. Baje më larg që mos mbi uji i pa hapur. Bëje? O, sa bukur. Juli, çuditërisht fjala pozitiv në mjekësi është fjalë keqe. Ja, se presim një pacient tjetër, po. Hajde. Përshëndetje. Si je? Ja, doktor, pacienti radhës. Falë. Se isha po bëja ca prova për një shfaqjen teatr. Mirë, doktor. Mirë se erdhët. O, bëj dash dorën. Se u gjeta. Urdhoni, uluni. Me se u gjeta. Juve keni sjellë për analiza, po jo? Po. Të më drejtën e kam parë... E kam parë me kujdes urinën tuaj.
Dhe, në fakt... Ja, i sekund lutem? I sekund se kam ta... Shu. Doktor. Doktor, se nale, shu. Më fal. Sa vjeç ishe ti? 29. 29. Aman, se vetëm tim ke ngel pa më thënë gomarit ta vënd. Sa vjeç ishe? 29. Më djallë. Atëherë, unë e kam parë me shumë kuriozitet dhe me shumë... Jo, jam mirë, doktor. Shqysh jeti mirë, doktor, se ne të tjerët s'ka që. Dhe... E kam... U bëf 100 vjeç njerë, po... Faleminderit. Edhe nuk ta them dot me plot gojë, domethënë. Po, pse, doktor? I pash analizat. Dhe... Nuk i pata besim aftësive të mia dhe profesionalizmit tim. Dhe u konsultova me një mikun tim, që punon si unë në Orléans, në Francë. Dhe e quajnë Louis de Corroy. Louis de Corroy. Dhe ky u konsultua madje edhe me një shokun e vet që është në Paris. Couard de Poix. Të dy dhe edhe Couard dhe Poix u konsultuan me një mikun e vet në Brazil, që është i shuar, që është... Ky miku në Brazil më tha që ti doktor në Shqipëri i kishe shumë të drejtë. Për qa more, aman? Analizat, unë i kam parë dhe ti i ke dalë pozitiv. Pozitiv me qaure? Ke HIV/AIDS dhe je pozitiv. Nal, a e ma thoj dhe njëra tu. Na fal pak se... Po, doktor. Tani, uli e konsultova me këtë Levi'sin si e kishte ky? Jo, me dy shokët e mi që i kam koleg dhe... Aman, doktor, bjeri shkurt, ma thuj dhe një. Ti me qa jam? Ke dal me HIV/AIDS dhe ke dalur me HIV/AIDS pozitiv. Pozitiv? Po... Pozitiv do të thotë që është tmerrsisht negativ. Ta shim të lutem, se ma vure këtu. Jam pozitiv apo negativ? Ti je pozitiv. Po pse duhet të mërzitem? Sepse pozitiv në analiziv është negativ. E sa jetë kam, o doktor, aman? 10, 9, e më mirë? 8, 7, qa, sekundare? 6. Wow, po. Jem jetës. Ore, më fal një sekund. Më fal, unë kam analizuar shumë mirë ato. O, doktor, po më fal, që të gjithë të dësidës. Po? A duhet gjaku? Po pra. Po një copë kavanos me kak të sola, ku i gjete? Po mësole më feqen, të feqja gjeta. Pas feqes ishte recen fiku. E sola të duke i mirë, që të thoshim jemi familje që bëjmë vetëm recel, si jemi do si done. Po pas pra receli brenda kishte krimba, dhe krimbat ishi me HIV/AIDS pozitiv. Po mirë pëse, krimbat ka njës, nuk kam unë. Po krimbat do, jo ti. Po mirë, unë do i hata, se do bëj seks me ata, o dërba, se na preve gjakon.
Ik ti mo. Hajde. Na falni, doktor. Më laj pak duart, Qetëso pak. Faleminderit. Pacienti ti? Doktor, si jeni? Mirë. Prap ti e? Po prapë më doktor se s'jam I qetë, erdha ti provoj dhe njërë Po të analizat. thash pra të shi me muçnanizëm, hipofizarun e ti shumë Po mirë të mirë, shi. të lutem mos më përcjell, shikoj dhe njërë të lutem. Ja më jaj sekund. Mos. Sot e ke për këte? Që parë? Ha, doktor, si duket? Ha, mirë. Baje pak. Po nuk e shiove. Ha, doktor. Të thash je me muçnanizëm hipofizar dhe se luan topi as bamiri. Po jam si kokremollës, por doktor, të dalja shtetit, vizitohem tani kanë gjetur. Hajde të shqisje si kokremollës, po pse më vën dyshim profesionin? Po jashtë. Djalosh, Për jashtë. hajde. O ti vajze. Na fal, ç'të bëj më doktor, Më vën në dyshim profesionin. Unë nuk e kam vënë kur. Ç'a të bëj doktor, ç'a të bëj? Ja se po vjen tjetri. Ke 4 vjet I martuar dhe 2 orë ditë bën fëmijë. Përshëndetje, më fal. Këtu është doktori. Po këtu është, urdhroni. Faleminderit. Si jeni? Si jeni? Doktori, këtu është, lutem. Doktori, unë jam. Ja. Atëherë. Doktora, ka mundësi të mlesh pak me këtë zënjushën se kom I muhabet. Oh, djali. Diagnozën ta jep doktori, jo unë. Edhe herë, jam unë doktori, ajo është një asistente... Goca, ka mundësi të mlesh çik me doktorin? Okej. Po, urdhë. Doktor, kam I problem të madh familjar. Bëjmë analiza ne. Po, dakor. Tash, unë quhem Keti, parket laminati. A vash, s'ka problem. Ha, po, vazhdo. Jo. Atëherë, siç po thoja, mos po të bezdis, vlla? Do të Po dëgjoj. Po flas, Po ke ka të çdo mos po të bezdis, vlla, folo, vlla. Atëherë, problemi im, kam I problem të madh familjar. O, zotria, kam çik. A kam çik. Lutem tash, kemi halle këtu, kemi ardhur se kemi halle. A vash, ti vajz, dil te. Ose rri këtu në mes. Atëherë, doktor. Po. Kam një gruaja ime, gruaja e dashur, nuk mbetet 7 zën, kemi 5 vjet bashkë. Dhe kam ardhur bëj analizat e lëngut jetës, domethënë. Lëngut kujt jetën? Jetës që bëhet jeta. Po mbase s'është dhe faji I saj, mor zot. Mbase s'është... A e keni provuar të ngeleni 7 zan? Kush gelun 7 zan, mo? Do ngeli gruaja më vlla, jo. Gruaja do ngeli, pa e keni provuar, domethënë, a e keni provuar? Po si se kemi provuar më vlla, kam provuar, kam thënë zemër. Mirë po, ngel 7 zën sot. Po jo, mor jo. Shiko, atëherë që ta shpjegoj, fal se kishit emrin? Keti, parket laminati, më thras. O, Keti, dëgjoj Keti. Që një grua që të mbetet 7 zan, po. Një burrë duhet të punojë. Punojën më vlla. Punoj shumë në. Ha pra mo, ha. Punoj 12 orë ditë, mo. Punoj, kthehem, punoj prap, iki, flej gjumë, çop nesër, punoj prap, kthehem prap shtëpi, punoj prap. Punojën. Si punon jashtë? Po më vlla. Dhe kur vjen nuk e gjesh ta zan. O vllai. Nuk them me punu jashtë, duhet të shkosh në krevat, në shtëpi, e çon krevat, gruan dhe punon në shtëpi. Punoj edhe në shtëpi, o plak, ato hidraulike, unë bëj në shtëpi, kush I bë gruaja? Fotografinë të gjon, edhe gruan e kam çuar krevat, e kam lënë. E lash krevat u kthehet nesër në shtëpi, ngelesh ta zën jo thot. E kemi provuar dhe kultuk, s'ngel prap. S'ngel më vlla. Unë jam psikiatër më vlla, gjithë çmendurit erdhën këtu. Edhe herë. Tu kur ta çosh në krevat gruan, aty punoti. Kur është ajo aty punon krevat, punon. Edhe krevatin e kemi rregulluar, kur ka kërcit ajo, rrota. Jo, mor, jo. O plak, me gruan duhet bësh dashuri më. Po bëj unë dashuri me. Po ha mor, I them, shpirt, mirëmëngjes. Fap ikim punë. Kur them si kaloi, I kam fërkuar 3 herë supin, 2 herë I kam prekur kofshën, ka pas raste I kam prekur çik mollzë. Edhe? Kaq, s'ngel për vlla. O plak, edhe më falni se dy mjash.
Fal, me gruan duhet bësh seks po seks. Seks po të ngeli shtatzan tjetra më. Me çfarë thua? Çfarë thua? Çfarë thua? Çfarë thon jo? Pika që t'ju bie, pika t'ju bie. Bëhen të gjëra me rob të shpismër, të zorë të vi. Qenë pëstirë, të degeneroj, imoral. Shkoni me gratë tuaj, pika, shkohet me njerëz të shpismër. Po timi, me kërë shkon? Shkohet me grunë që e manë shpi 5 vjetë. O dale boj, o ti quni, u kam 2 kalamaj me robë në shpi si kam bo. Po turp kesh, do të fut në burg, mor. Si më do të fut në burg, po pranej, o plak, pranej baba i nusës, pranej ta ka dhonë atë vajzë, me bone i fmi. Qa do thush kalamajve, më legend, që do thush kalamajve? Më falë, bëj, më shoj që po ti më falë, me kë e bën? Me burrin! O, njës të degeneru! Po si shkohet me burrin? Më falë, mos do të Që janë këto pacientë? Më falë. O, zoti, nuk ka një gjotë keqe more njef... Më falë, o quni, nuk ka ndonjë gjë të keqe more njef shkenca, njef feja, njef çdo gjë more. Burre gru... O, pëse s'denjë puk për visjan, pëse s'denjë puk, që desh herë dhe tira, njështë të degenerua. Dakor. Me qenë se ti nuk e bën këtë. Zotri, mos u shqetëso. Unë vise kam hall, ju jeni degenerua, mbaj një degenerimi për vete. Me qenë se ti e ke problem të, sile gruan, Shupunoj! E di pse, se atë gruan tate nuk e kam rob në shtëpi, sile këtu, Shupunoj! ta leu shtatzan dhe e vene e merr gati plak. Faleminderit, tash një kërkesë kisha unë. Urdhë. A ka mundësi të ma le kjo goca se ka dorë më të lehtë, fam? Shiko, ajo mund ta le, po prap me shiringën time do e le. S'ka problem shiringa, nuk ka problem. Faleminderit. Hajde punë të barë, të barë. Të degeneruar komplet. Hajde. E që na gjedim. Andrea, ti je më i zgjuar se doktori. O, ti e Liona, hajde pak. E solla prap më e solla, i ka medhur këtë radhë, i ka medhur vaj makine, i ka medhur urinën e lopës, i ka medhur urinën e gjyshit. Të gjitha e kam bërë mix këtu tani, inshallah, të shofim. I po ik tani, të mbaroj punët marrë në telefon, hajde. Doktor. Prap ti? Po, prap erdha më falë. Po, që ke qëmën? Tani, të lutem, është e freskët, është e ngrohtë, mund të testosh që të lutem, s'më zej gjumi natën, doktor. Nga meraku, doktor. Tashi, me sy. Po. Me sy kësaj radhe. Shikoj aftësitë e doktorit, hajnë. Përveç se ke një prostat të fryrë, e para e ke muqnanizmin hipofizar, e ke atë selun topi këtë, shiko ke. Ke prostat në fryrë, ka fillu makina me djeg motor, do më thonë dhe lopat pre 3 viqa prej erë, a ke shikja ku e ke. Dakord? Dhe mos ma vër asnjë dyshim profesionin, dakord? Të lutem, doktor. Dakord? Ke dhe gjyshin për të vdek. Se... Gjyshin? Unë e lash mirë gjyshin. Pa e le mirë, po i kur të shkosh, s'ke për të tjetë mund të duket. Doktor. E Liona mbaruan për sot? Ke ardhur të sjellësh një kampion urine, je shumë merakli për shëndetin. Mi luj pak ato duar. Shëndetje? Përdroni. Ulluni. Si jeni? Se m'janë pikrat. Qa është kjo? Është urinë. Shiko, se m'janë pikrat. A do më bësh qik masazh vetëm? Sa shu? Shetu po, më. Po. Sprej ka farë, Nga pesha. Po. Urdo. Juve qëfar nga se dyshoni se mund të se vuani se? Ishte viti 90... Falë, pse e kem ledhë gjithë se... Nena duhet vetëm ajo... Ishte viti 97, doktor. Data 15 mars.
kur fillova këtë pasion timin. Çdo ditë gjatë këtyre 20 vjetëve, mëngjes për mëngjes, e kam mbledhur për të parë evoluimin e shëndetit tim për gjatë këtyre 20 viteve. Kujdese, se e kam me merak. Po, fol. Edhe siç po i thoya, ka 20 vjet, është pasion mbi të gjitha. Është tendencë mbi të gjitha. Po, kurrë. Po, se argjon. Që ka ball kazani kjo mbaka rruaz. Çfarë duhet bëj unë tash, më doktor, që të marr vesh si jam me këto? M'fal, ke pru pak shumë plak. Shumë. Domethënë, Po tash, nena duhet një e freskët tash që t'i bëjmë analizat. Kjo s'na hyn punë, kjo është për muze. po keni një kështu që ta bëj? Ja këtu, djali të tualetit. Jo, tualetin e mora vesh në tip shu filxhani në gjë me që Ke atje, është një atje ka shkruajtur me kontenier, është i voshkël na kaq. Tu. Atë derdhe poshtë, s'na duhet gjë. Këtu edhe. Faleminderit. Qa mban kjo tokë më kështu? He, doktore. E moj Eliona, he. He. Ke nevoj për analisti me? Jo, moj, po këtu jemi në të shketi, na duart njerë, duart. Se. Duart. Cila është e sot mja? Kjo, se shike ngrot. Këto dyja? Është ngrot, se është... Më fal, këto do i lështu se do na duhen. Patjetër. Juve ku punoni? Në Bovill. Je i qarë, diku ta nxjerr. Shof larg tash. Hajde, përgjigje nesër. Ti lej tu ti kesh? Hec. Merri me vete. Kemi më, Eliona? Jo. Edi, kemi më kështu? Jo, mbaroj, ditë Jo, mbaruar, me sukses. Keni shkëlqyer si do të. Eliona më pak.